Do ja mikrofonin në tej. Do të di vani kemi një qendrim nga ju në lidhje me seancën e re që u bë tash për Zotin Kolup, sa ka ndryshuar diçka nëse jeni kontaktuar nga të Sot do të them që kjo që kemi parë sot është një përveç një shkelje ligjore. Ajo që ka do sot parlament është një tentim për të përmbysur praktikat parlamentare të ndërtuara tani më e të konsoliduar në demokracinë e Kosovës. Kjo sot është fatkeqësisht një gjë që s'ka qenë dashur të ndodhë demokracisë kosovare dhe shtetit Kosovës. Kjo është një tallje në mënyra se si tentohen të përmbyset krejt ajo traditë e mirë e ndërtuar në Kosovë. Nuk ka seancë parlamentare për Komisionin e Buxhet para ditë mas dite me zgjedhje qeveri. Rregullat janë ndryshe, zgjedhet qeveria dhe pastaj shkohet dhe futet parlamentin punë, me komisione e me buxhet. Që fatkeqësisht kjo tregon, edhe ja përgjigje pyetjes suaj, që ne jemi në një lojë thjesht. Në një lojë e cila tërësisht është kalkulim elektoral. Nuk e ka as pak shqetësimin e nevojave dhe kërkesave që ka Kosovë. Nuk e ka shqetësimin e nevojave buxhetore të organizatave buxhetore, të punëtorëve, të projekteve, të fondeve me cilat vendi yt funksionon dhe njerëzit presin nga institucionet që të kryejnë. Prandaj tash 8 muaj ne kemi vërthirje që jemi të pjekur të thirrin mendjes racionale, të ndërtojmë marrëveshje politike, ndërtojmë institucionet dhe funksionej shtetit. Me pas për një me shqetësimin e qytetarëve, e atyre që kanë rrezikojnë mos mi marrë pagat dhe funksionimin e mirëfillt të shtetit, partitë politike sot e tash 8 muaj e deri sot kishim mbledh dhe kishim bërë edhe një buxhet me konsenzus, edhe një qeveri me konsenzus, kalimtare për 3 muaj dhe nuk e kishin të kesh trajtuar e maltretuar qytetarët. Kështu që gjithë ata të cilët bëjnë thirrje, gjaja në emër të asaj të interesit nacional, ka hipokrizi të madhe në këtë ide. Ata që kanë pas mundësi mos marrë gjendje deri këtu në Kosovë, fatkeqësisht janë sjellë tërësisht pa përgjegjshëm dhe kanë bërë një lojë pa skrupull tërësisht e punë krye elektorale. Cila është vota juaj sot për qeverinë? Ka bre, është lojë kjo. Kuptoni, kjo është lojë. Ne jemi në parlament që kemi për detyrë, por kjo është lojë. Qysh për çka mandatari i dytë? Si vjetet e mandatari i dytë? Kur kemi një ndryshim gjendjes, kur tentohet me bërë një konsenzus, kur i thirr partitë politike, kur ulesh edhe je hapur me gjetë një kompromis, kur për një merë qëtë në qendër nevojat e vendi, shqetësimet në cilat po ballafaqohet Kosova me problemet që ka vendi, kur e ki interesin publik për para dhe kërkon me ngulm për ditë e me 1000 herë në ditë me aktorë të tjerë politik, më ul me tentu e me gjithë këtë proces. A keni parë jo këso zhvillimi në Kosovë tash e 2 javë? S'keni parë. Këtë që kemi parë tash e 2 javë është kush fjalektile tjetrit. Si një kontaktu forë deri tash, që 2 javë. Si një kontaktu forë me partitë. Jo, unë të Dima, e pse opozicioni ka shfrytzuar këtë momentum, po, që ata kanë nxjerrë një emër tjetër për ta krijuar qeverinë, po, nëse ata ka dështuar. Përbes, po them, jemi fut një farë lojë kush është lojën ma destruktiv, ma shumë destruktiv, kështu, për mjeshtërije negative. Fatkeqësisht vje keq, ndina jashtëzakonisht keq, me këto që tash në 9 muaj, çka kemi parë, me gjithë përpjekjet tona, këtë rast, mia të nismes, që mos marrën në këtë gjendje, me gjithë angazhimin e dëshirën për të dhënë një perspektivë tjetër, me gjithë kujdesit e gjuhës, e thirrjes sonë të vazhdueshme për të gjetur një rrugë të bashkëpunimit mes forcave politike, fatkeqësisht nuk ka pas sukses dhe jemi ardhur në këtë moment. Sot thjesht është një lojë tantike për të dhënë mundësi për të hapur të zgjedhjeve. Do jemi shkuar në limitet e afateve ligjore. Po a ka bërë edhe presidenti? Ka mujtë të 2 javë më së shumë. Po ka pas mundësi më së shumë të 2 javë. Tani kemi ditë kur vi, po thjesht këtu jemi tani bëni pjesë një farë loje të zhagitjes dhe kalkulimeve elektorale. Këtë që ka mbetur mua është me shpresuar, po shpresoj që qytetarët e Kosovës
kur t'ju vjen radha atyre me fol, kanë me pas parasysh këto dhe nuk do të bien as viktim, as në mbështetje të këtyre kalkulimeve. Është koha që secillit në kutinë e votimit m'ia dhon përgjigjen për sjelljen e papërgjeshme që kanë bërë për këtë moment. Faleminderit. Shikoni kryetaria, mund të shohim në një formë bashkëpunimit me ta?